Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, është elhamdulillahi si fjali me cilën na e falënderojmë Allahun për të gjitha dhuntit, e mbush peshoren me sevape. Tash na çka themi? Elhamdulillah Allahu që na mundsoi me arrit Ramazanin. Elhamdulillah Allahu që na dha mundësi me kry një hatme. Elhamdulillah Allahu që e dham zekatin. Elhamdulillah që i dhan fitrat. Elhamdulillah që i ndetëm gati namazit. Shumë elhamdulillah ja. Në sabah, në drejt, në akşam me thonë vazhdimisht elhamdulillah, është pak ka shitmirave që Allah vazhdimisht në jep. Andaj le të jetë shprehia jona dhikri, përmendja Allahut dhe falëndrimi i tij për të gjitha dhuntit dhe mirësitë që Allahu na ka gëzuar me to. E ato janë shumë, pa kufi. Është më një anë elhamdulillahi, në anën tjetër është subhanallah walhamdulillah. Edhe një lutje tjetër është madhërimi i Allahut, i patmeta është Allahu dhu xhelal. I lartësuar qoftë Allahu dhu xhelal. Edhe këta dy dhikre, dy fjali e plotësojnë me sevape hapësirën mes qiejve dhe tokës. Pra vazhdimisht mësoje gojen tonë me bë dhikr, me përmend Allahun xhelal. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ka shumë dhikra, po këto janë përmend hadith si modele. Sepse falëndrimi i Allahut për dhuntit dhe lavdërimi i Allahut për të gjitha urdhnat dhe ndalesat e tija që me to rregullohet jeta jonë, janë meritore na me i shpas vazhdimisht në përdorim. Andaj namaz ne themi subhana rabbiyal azim në ruku dhe subhana rabbiyal ala në sejdë, e lavdërojmë Allahun ashtu siç meriton madhëria e tij, të falëndrohet dhe të madhrohet. Dhe me elhamdulillah e falënderojmë Allahun